Pse je kandidati më i mirë për kryetarin e komunës? Sepse jam kandidat i cili ka qenë për shkurt kohë kandidat dhe kërkoj një mandat të tërë për ta dëshmuar gjithat që kam bërë në 16 muajt e kaluar. Cila është gjëja e parë që do ta bëni kur do ta merrni postin? Gjëja e parë do t'i faleminderojmë çdo njërit që ka dhënë kontribut në fitoren tonë dhe do t'i përveshim krahët për të punuar. Cili është problemi kryesor i Gostivarit? Problemi kryesor i Gostivarit është infrastruktura nëntoksore. Cila është përparësia e Gostivarit në krahasim me qytetet e tjera? Përparësia është lumi Vardar dhe gjelbrimet të cilët i ka. Një politik që do ta implementoni për t'i mbajtur të rinjt në qytetin e Gostivarit. Subvencione për të rinjt edhe për krijim të bizneseve dhe për aktivitete tjera, si dhe financimi i 2 qendrave rinore tërësisht nga komuna. Më shumë infrastrukturë do ndërtoni apo më shumë punësime? Më shumë infrastrukturë. Pika e dobët e kundërkandidatit tuaj? Nga gjithë anët i konsumuar, edhe politikisht edhe nga gjithë anët. Pika e fortë e kundërkandidatit tuaj? Nuk ka të tillë. Po megjithatë një duhet ta ketë, edhe ata e pyeta kështu se. I mirë për përshtypje artistike për show. Cili do të ishte mesazhi që do t'i jepni qytetarëve për antikorrupsionin si një nga problemet kryesore? Në çdo institucion që ka të bëjë me komunën e Gostivarit dhe në çdo moment ku do ndodh që dikush t'ju kërkoj për ndonjë shërbim në një të hollë, do t'i lusë që të njëjtit t'i paraqesin të unë dhe unë bashkë me këto do t'i paraqes në të gjithë organet kompetente, edhe në polici edhe në prokurori. Dhe krejt në fund, cili është mesazhi juaj për votuesit? Mesazhi është që të diellen të gjithë së bashku me familjarët, të dalin në mënyrë të qetë dhe demokratike, ta ushtrojnë të drejtën e votës me Gostivarin në zemër dhe që të gjithë së bashku pas 11 janarit ta bëjmë Gostivarin vend më të mirë për të jetuar.